Venezuela dhe miti i pushtetit absolut, apo i vjen fundi regjimit të Maduros? Deklarata se bie regjimi i Maduros qarkullon gjithnjë më shpesh në diskursin publik, por kërkon kujdes analitik. Ajo që është e qartë deri tani nuk është rënia formale e regjimit, por dobësimi i tij strukturor dhe rritja e presionit të brendshëm dhe të jashtëm mbi pushtetin e Nicolás Maduro. Historia moderne e tregon një model të përsëritur. Regjimet autokratike që hinë në konflikt të hapur me perëndimin mund të mbijetojnë për një kohë, por rrallëherë dalin fituese në afat gjatë. Sanksionet, izolimi diplomatik, presioni ekonomik dhe delegjitimimi ndërkombëtar nuk erëzojnë domosdoshmërisht një regjim brenda natës, por e konsumojnë gradualisht nga brenda. Në rastin e Venezuela, regjimi i Maduros përballet me disa realitete të rënda. Një ekonomi të shkatëruar, një popullsi të varfëruar dhe të shpërndarë në emigracion masiv, institucione të dobësuara dhe të politizuara, dhe një varësi gjithnjë më të madhe nga aleat si Rusia, Kina dhe Irani. Nga ana tjetër, perëndimi veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ka treguar se durimi strategjik është arma kryesore. Presioni nuk synon vetëm ndryshimin e figurës në krye, por konsumimin e modelit autoritar. Teza se kush sfidon perëndimin, betejën e ka të humbur nuk është ligj absolut, por në shumicën e rasteve historike ka rezultuar e vërtet. Autokratët mund të duken të pathyeshëm, por pushteti i tyre zakonisht mbështetet në frikë, kontroll dhe propagandë, element që plaken shpejt përballë krizës ekonomike dhe lodhjes shoqërore. Përfundimi është i ftohtë, por realist. Autokracitë nuk bien sepse do perëndimi, por sepse konsumohen nga vetë dështimet e tyre. Perëndimi shpesh vetëm e përshpejton procesin. A do të bjerë regjimi i Maduros? Jo domosdoshmërisht sot, por historia tregon se asnjë pushtet i ndërtuar mbi represion, izolim dhe varfëri nuk është i përjetshëm. Fundi mund të vonojë, por rrallëherë shmanget.